Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se ka nisur procesi i votimit në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës për qytetarët e regjistruar jashtë vendit. Sipas zëdhënësit të KQZ Zvalmir Elezi, deri në orën 9 të kësaj të shtune, votën e tyre kanë ushtruar rreth 3117 qytetarë. Elezi bëri të ditur se votimi fillimisht ka nisur në ambasadën dhe konsullatën e Kosovës në Ankara dhe Stamboll, ndërsa më pas edhe në përfaqësi të tjera diplomatike në Europë. Procesi po zhvillohet në ambasada dhe konsullata të Kosovës në disa shtete, përfshirë Gjermaninë, Zvicrën, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Belgjikën, Norvegjinë, Austrinë, Suedinë, Sloveninë, Danimarkën, Italinë, Turqinë, Kroacinë, Holandën, Çekinë, Hungarinë dhe SBA-n. Elezi sqaroi se vetëm qytetarët që janë regjistruar paraprakisht për votim fizik në përfaqësi diplomatike mund të votojnë gjatë kësaj dite. Ndërkohë, KQZ ka përfunduar edhe shpërndarjen e materialeve zgjedhore në qendrat komunale të numërimit në Kosovë, ndërsa ato do të dërgohen në qendrat e votimit para hapjes së tyre. Të dielën më 7 qershor, qytetarët e Kosovës do të drejtohen kutive të votimit në procesin zgjedhor, i cili do të zhvillohet në të gjithë vendin. Qendrat e votimit do të hapen në orën 7.